Kryetari i Valbon Limani ka promovuar sot përfundimin e punimeve për asfaltimin e një rrugë në Banjicë të Poshtme, një investim që synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit për banorët e zonës. Sipas drejtuesve të komunës, rruga e rikonstruar ka një gjatësi prej rreth 260 metrash dhe ishte në gjendje të amortizuar, gjë që e bënte të domosdoshme ndërhyrjen infrastrukturore. Kryetari Limani, gjatë vizitës në terren për të parë nga afër përfundimin e punimeve, theksoi se projekti është realizuar sipas standardeve bashkëkohore të ndërtimit. Një rrugë e cila ka të gjatë nuk ishte rekonstruar. Tani siç e shohim, rruga është e re, kishte nevojë të madhe që të rikonstruohet kjo rrugë. Besoj që dukshëm do të ndihmojë në komunikacionin dhe lëvizjen e qytetarëve jo vetëm në këtë pjesë të qytetit, por në përgjithësi, sepse lidh edhe disa fshatra tjerë, ta gëzojnë qytetarët. Ne nuk do ndalemi këtu, do të vazhdojmë me projektet, kushtet atmosferike më veç vijnë duke u përmirësuar, do të vazhdojmë me projektet e radhës. Asfaltimi i kësaj rruge në Banjicë të Poshtme përveç se përmirëson lëvizjen brenda lagjeve, pritet ndikojë edhe në lidhjen më të mirë të disa vendbanimeve përreth në qytetin e Gostivarit. Autoritetet komunale theksojnë se investimet në infrastrukturën lokale do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme me projekte të ngjashme në lagje dhe fshatra të tjera të komunës.